themi është momenti të japim ato lëvizjet e fundit gjellës ton frikase, qingjit frikase, dhe të të shtojmë. Me pak lëng shtoj? Vezën. Kemi lënë pashtuar vezën. Një përzierje shumë të mirë. Pra gjatë kohës të publicitetit, ka zier më tepër dhe perimet bashkë me lëngun e mishit e mishit. Pra nuk e kalova në beshamele. Dhe do t'i shtohet, pa dyshim, do t'i shtohet kremit. Pak lëng, që të marri temperaturën e gatimit, të shkoj tek mesatarja, dhe ja shtojmë. Ndërkohë që ndodh ky proces, ne do të shfaqim foton, edhe numrin në ekran pa dyshim. Fotoja që do t'jetë në ekran është për ju. Na thoni se çfarë shikoni në këtë foto. Pyetje. Telefonojnë në zonjat tona, kudo që na ndodhen dhe na shohin, ose dhe zotrinjt, do t'ju japim avash në një ndihmë. Është një produkt që vjen nga baktit e njoma, që ushqen me qumësht dhe për çfarë përdoret ky produkt. Telefononi në numrin që shihni në ekran. Ndërkohë, deri ku jemi me frikasen që ka lidhur kaq mirë? Me frikasea jemi direkt në ekzekutim. Është lidhur shumë mirë kremi dhe duket në mënyrën se si luga, nëse përdorim për shembull një lugë metalike, kuptojmë se si qëndron në të. Nuk do të lëmë më shumë, se nuk e duam që të mpikset fort. E kemi gati. Të sjellim edhe, se ka mbaruar dhe koha e pjekjes. Pakës fare lëkur limoni. Kjo është ajo ngjyra që ne do donim të dilte në fund gatimi. Kjo është shapkat me hunguj të njom. Frikaseja po ashtu. Të dy recetat kam përfunduar dhe ju i shihni shumë mirë pak më vonë, edhe njerë me mënyrën e përgatitjes, në kanalin tonë në YouTube. Kam bëritur telefonata e parë për foton, ndërkohë regjia e shfaq foton në anën tjetër të ekranit për ta kuptuar më mirë. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, nga po telefononi dhe a keni ndonjë ide për foton? Nga prenja si po kemi, ajo është rëndë për djathtë që bëhet nga kecat ose qengjat e njom. Po, si quhet ndryshe? Rëndë djathi. Ose far djathi. Far djathi. Po tjetër emër, si e ka emrin tjetër? Se ju e quajnë në prenja se quajnë... Ne e quajmë rëndë djathi. Rënë, okej. Je 90% po. Në kuptimin, po ne duam dhe një emër tjetër që përdoret, po pa tjetër, sepse ka disa emërtime, apo ja po varet dhe nga zonat, Albana. Nga zona. Përdoret Far djathi? Zënjën e djathit. Bukur, pra është nga stomaku? Po, i keçit ose i qengjit. Të njom, po, që ushqen vetëm me qumësh. Bukur, bravo, faleminderit. Për të dhënë djathin. Shumë bukur. Atëherë, për të dhënë informacionin e plot, po e përmendim dhe po e vazhdojmë, një pjesë e vogël e stomakut të kecit apo qingjit që ushqen me qumësh përdoret për zënjen e djathit, i shtohet pra në qumësh, për vetë faktin në mënyrën se si e shpjegojnë të dhënat, sepse në të ka një lloj enzime që quhet renin. Kjo enzima trash qumshin dhe e zë atë djath, pra ndahet më pas gjiza dhe hira, dhe përdoret për zënjen dikur, që është një nga sekretet e dikurshme të zënjes tradicionale të djathit, por ka dhe emërtime të tjera. Tani telefonatat që do të vinë më pas, le të na tregojnë se si quhet ndryshe në zonat e tyre pikërisht kjo fara e tradicionale e zënjes së djathit. Përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Po, mirëmëngjesi, ju dëgjojmë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju dëgjojmë. Mirë jeni? Shumë mirë, po ju. Ajo quhet, emri tjetër është mulla. Muza, bravo. Mulla quhet për të zënë djathin. Super. Mulla. Shumë e gëzuar që i gjetët me njëherë. Përgjigjet. E keni të dëgjuar? E keni të përdorur? Keni të dëgjuar nga njerëzit që keni në fshat, apo? Jo të përdorur, po burri më tha që quhet kështu se ky i di.
se kanë pasur kështu bakti këto. A, prap. Njerëzit që kanë lidhje me fshatin e njohin shumë mirë, besoj. Pra ka disa emërtime. Pra muza është emërtimi i dytë. Për zënjen, ka dhe muza bimore, ka dhe muza biologjike të ndërtuara pastaj në laborator, për zënjen e djathit. Të falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën, ty edhe bashkëshortit që të ndihmoi. Tani të ngelemi pak tek receta e tretë. Bëjmë një sallat. Kam një sallat me panxhar. Kam panxharin e gatshëm, që unë nuk e kam zier, është i gatshëm, prandaj edhe nuk ka ngjyrën. Shtoj arra, bajame patjetër, shtoj koper që i shkon shumë, po të doni ju mund të shtoni finok, shtoni lëngun e një limoni, patjetër që mund shtoni edhe lëkurën e limonit, me shumë dashuri shtojmë vaj dhe patjetër një spërkatje me djathtë dhe është e duhur. Nëse ju kërkoni që shtrati janë opsionale, mund të vendosni edhe sallatë. Sallatën të prerë, normalisht mund ta kaurdisti pakës fare, por me që unë nuk e kam recetë, prandaj dhe shmanga nuk e bëra. Po. Dhe shtova vetëm finokun. Me pakës djathtë unë shkoj e marr tani. Dhe ja shtojmë edhe shihen, ndërkohë në ekran keni të shkruar recetën e sallatës me panxhar dhe arra. Ju duhet 600 gram panxhar i zier, një limon, 3 lugë gjelle majonez, 100 gram arra të grira, thelpinj hudhre, krip, piper i zi dhe vaj ulliri. Siç e shihni, recetat në tryezën tonë janë të përfunduara dhe ju i gjeni shumë kollaj në rrjetet tona sociale dhe në YouTube. Mos harroni na bëni subscribe në YouTube-in Reze Dielli. Gjithmonë rritemi aty, kemi shkuar shumë dhe ju falenderojmë shumë për angazhimin tuaj. Jemi një komunitet që ndajmë së bashku dhe mendimet tuaja rreth programit tonë. Të lumshin duart, faleminderit. Ndërkohë, kemi telefonata, presim, kemi dhe 1 minutë fundit. E mirë presim nëse kemi telefonatën në linjë, edhe pse përgjigja u gjetë shumë kollaj, herën tjetër do t'ja bëjmë më të vështira pyetje. S'ka telefonat, ka rënë linja. Okej, ne ju falenderojmë dhe ju tregoj që bisedën me doktor Ylli Merja, do të kemi mundësi ta ndjekim ditën e nesërme. Ne ta zhvillojmë me të bisedën për shkak të zhvillimeve politike të mbledhjes së grupit parlamentar, kështu që do na prisni deri nesër për temën e kockave, dhimbjen e kockave, çfarë ndodh, pse në ditët e sotme ka më tepër probleme me kockat, është mungesa e kalciumit, mungesa e përthithjes apo jo, e të tjera. Ndërkohë, përpara se të shkëputemi, Albana shumë bukur e nisi që tani pa u ndarë me publikun. Jo, nuk u ndarë me publikun, për të treguar që është e përgati dhe tehu i thikës nuk ngjit në brum. Duket nga pamja, duket nga pamja e nga të gjitha që është e bëj një prerje e lë që të ftohet paksa dhe me shumë dashuri, jaftë mbar paçi.